11 nëntor, Happy Veteran Day, gëzuar ditën e veteranëve në Amerikë. Kali Trojës, Lubia, Asfalia greke që mbas viteve 90 paktën ka instaluar 2 kryeministra, ka pasur akses në politikën sidomos tek PS-ja, dhe kjo duket qartë me Lubin, ose siç thot Berisha, Rametlia, Kali i Trojës. Rama vetë në 8 dhjetor të 90-s ka qenë në Greqi. Akuzohet nga nanosh si shitës ikonash, vjedhura në jugën e Shqipërisë. Rama është dekoruar nga ortodoksia greke. Sa herë që vinte në New York, takonte krerët e kishës ortodokse greke. Fatmirësisht lobi grek është dobësuar shumë në Amerikë, por në Shqipëri ka shumë kontroll. E harruat Caca Angjelin, i cili futi metën tek Bush përmes lobit grek, Nicolas Gage, të gjithë ata që ngrihen lart tek PS-ja mbështeten nga Athina. Një rol anti-shqiptar ka pasur Janollatus, dhe fakti që Lubia erdhi nga Greqia u instalua te AMC që kontrollohej nga grekët, tregon qartë që loja e inteligjencës greke nuk është tërhequr nga qeveria shqiptare. Përplasja është e madhe, por palloshi, siç thot ajo, duket i friksuar. Ajo e kontrollon atë. Altin Tymi duhet ndërhy. Hiqi pasaportën, arresto Lubin. Më pas në Fokus sot.